Ukraina dhe aleatët e saj evropianë ulën sot në tryezën e negociatave në Gjenev për të paraqitur kundër propozimin e tyre ndaj SBA-ve, duke theksuar se bisedimet me Rusinë për çdo marrëveshje territoriale mund të fillojnë vetëm pasi të ndërpriten armiqësitë përgjatë vijës aktuale të kontaktit, sipas njerëzve të njohur me procesin. Siç raporton Bloomberg, përgjigja ndaj planit amerikan me 28 pika përfshin kërkesën e Kievit për një garanci të fortë sigurie amerikane, ekuivalente me nenin 5 të NATO-s, si dhe një kërkesë që asetet ruse të ngrira të përdoren për të rindërtuar Ukrainën dhe për të mbuluar dëmet e shkaktuara nga lufta. Palët ukrainase dhe evropiane i hedhin poshtë plotësisht kërkesat e Moskës për lëshimin e territoreve që nuk janë pushtuar. Sipas zyrtarëve, Shtetet e Bashkuara do të kompensoheshin për garancitë e forta që ofruan, ndërsa asetet ruse do të mbeteshin të ngrira derisa Rusia të pranonte të paguante për dëmin që shkaktoi. Përveç kësaj, sanksionet e tjera do të hiqeshin gradualisht dhe Rusia do të kthejë gradualisht në ekonominë ndërkombëtare, përsa kohë që i përmbaj me besnikëri marrëveshjes. Sipas kushteve të propozimit origjinal amerikan me 28 pika, Ukraina do duhet të tërhiqte forcat nga pjesë të Donbasit që Rusia nuk i ka pushtuar plotësisht, duke krijuar një zonë neutrale të demilitarizuar që do të njihej ndërkombëtarisht si ruse. Në të njëjtën kohë, Moska do të fitonte njohje de facto të sovranitetit të saj në Krime, Luhansk dhe Donetsk, ndërsa pjesa më e madhe e vijës ekzistuese të frontit, duke përfshirë zonat në Kherson dhe Zaporizhia, do të ngrihej ashtu siç është. Plani amerikan, i cili u artua siç thon burimet me pjesëmarrjen ruse, parashikon gjithashtu kufizimin e ushtrisë ukrainase në 600.000 trupa nga 850.000 që ka aktualisht. Udhëheqësit evropian së bashku me Kanadan dhe Japonin hodhën poshtë idenë se kufijtë e Ukrainës mund të reduktoheshin ose se forcat armatosura të vendit duhet të kufizoheshin në një deklaratë të përbashkët në margjinat e samitit të G20 në Afrikën e Jugut. Burimet thanë se një kufi më i lartë mund të negociohet me Kievin që tashmë thotë se i duhet një ushtri prej të paktën 800.000 trupash në kohë paqeje. Shumë nga dispozitat e tjera të propozuara nga SBA, siç është kthimi i të gjithë pengjeve përfshirë fëmijët, shihen si të pranueshme nga pala ukrainase. Plani përfundimtar do duhet të përfshijë gjithashtu një program ribashkimi familjar dhe dispozita për viktimat e luftës. Çdo marrëveshje do të mbikëqyret nga SBA dhe do të garantohet nga një këshill i posaçëm paqeje i kryesuar nga Donald Trump. Kthimi i të gjithë fëmijëve ukrainas është një kusht kyç për çdo marrëveshje, thot von der Leyen. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje që numri i anëtarëve të forcave të armatosura ukrainase të mos zvogëlohet, që kufijtë e Ukrainës të mos ndryshohen dhe që Komisioni të ruajë të drejtën për të menaxhuar fondet për rindërtimin e Ukrainës, siç raportohet në një deklaratë të lëshuar nga shërbimi i saj për shtyp. Kundër oferta europiane u artua përpara se plani kontrovers për 28 pikash i Donald Trump të bëhej publik.